إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lezër të ndershëm, pasi që ne folëm pram pse të pendohemi, atëherë pësha apo përni në shpirtin tem se donë të thuash si të pendohemi. Lezër të ndershëm, pasi që nefsi dhe dëshira dhe shpirti ka qef që të pendohet dhe të kthehet Allahun subhanahu wa ta'ala, donë të kthehet të krijuesi vetë, të pendohet nër e përgjithman, pasi që e pave se mëkatet dhe gjunahet nuk janë ato që të bajnë të lumë tërti në dunja, ato janë që të shkatrojnë dunjon tënde, edhe e pave dhe vërtetove se dëshirat e nefsit tënd, shpirtit tënd, nuk janë që të knaqin shpirtin tënd, pasi që i shijove lloje të mëkateve dhe të gjunaheve, e pave që nuk është ajo rruga e cila ti donë. Lezër të ndershëm, si të pendohemi, apo prej katë ja filloj, pasi gjunahet të shumë të më kanë lodh, pasi që njerëzit shejtan prej njerëzive dhe prej e gjinave të pengojnë, atëherë prej katë ja filloj, si t'ja filloj të fali namazin, apo të ven hijabin, apo të lan duhanin, apo të lan atë mëkat. Lezër të ndershëm, thamne pasi që Allah subhanahu wa ta'ala kalon dertë e tobës istighfarit qel, atëherë kur t'i lën Allah subhanahu wa ta'ala dertë e tobës dhe istighfarit qel, atëherë ka lezër të ndershëm zgjedhje dhe rrugdalje dhe i lën Allah subhanahu wa ta'ala, i lën shkaqet dhe sebepet që të kthehesht te Allah subhanahu wa ta'ala. Shkaqet dhe sebepet si të pendohesh dhe prej katë ja fillosh janë të shumta. Për këto në minuta të shkurta nuk ka mundësi që t'i përmendim të gjithë, por ne do t'i cekim dysa prej tyre shkaqeve të cilët ta lehtësojnë hallin dhe dertin tënd që të pendohesh te Allahu subhanahu wa ta'ala, të kthehesh te Allahu subhanahu wa ta'ala para se më mbaru ki muaj Ramazanit. Shkaku i pari cili të ban ti vllavi jam dhe motra ime që të pendosh të Allah subhanahu wa ta'ala, është besnikria jote, një jeti pastër dhe të jesh i sinqert. Njeriu kur të është i sinqert me Allah subhanahu wa ta'ala dhe ai kërkon sinqerisht që të pendohet te Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu ta jep atë dhe të gëzon me to. E dini ngjarjen e sahabijut i cili i çoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej plaçkës të luftës. E dini se prej rregullave të dinit është kur musliman të jenë në luftë me armiqtë e Allahut, pasi që të mbaron lufta, nëse jesën plaçka, ju bjen një hise me ja dhon pjesëmarrësve të cilët kanë marrë pjesë në xhihad. Ja çon pejgamberi Allahut një pjesë dhe i thot vallahi çka është kjo? Kjo thot hisja jote. Thot vallahi nuk kam pasu ti ja Rasulullah për dynja, nuk të kam pasue për këtë plaç, nuk të kam pasu për euro dhe dinar, nuk të kam pasu ti për kerr, nuk të kam pasu për luksus, wallahi të kam pasu ti ja Rasulullah, shigjeta armikut të mkapje në arën e fitit. Për këtë thot ja Rasulullah, pas luftës, pas i fillon lufta dhe pas ta i mbaron, thot pejgamberi Allahut, ma kërkojni filonin, ku është ai? Dhe shkuan e gjetën, thënë, ja Rasulullah,
filoni isht i vram, në qfar halli, tha harku, apo shigjeta armikut e kishkap në arën e fitit. Tha ki ka kon besnik me Allahun dhe Allahu ja ka plotësu atë që ka dasht. Nëse don taube sinqerisht, bonu besnik me Allahun se Allahu ta jep. Nëse don për një me hijab dhe të mbulosh motra ime ndershme. Nëse je me madhe se unë, je në vendin e nonës time. Nëse je mosh me mu, je në rendin apo në mesin e motrës time. Nëse je me vogël se unë në mosh, je si vajza ime. Nëse je e sinqert dhe don për një me hijab dhe mbules, bonu besnike me Allahun, se Allahu ka me ta mundësue. Edhe burjot ka me kon razi, edhe nëna jote ka me kon razi, edhe baba jote ka me kon razi, vetëm bonu e sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala. Lazër të ndërshëm, kjo është sinceriteti që i bën veprat, i bën që ti të vazhdojsh në toben tënde, se sinceriteti ti largon. Sinceriteti në zambër kur dëpërton, e largon epshin e iblisit dhe shejtanit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kedhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha'a innehu min ibadina al-mukhlisin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, kështu ne larguam nga e keqja dhe nga vepra shumëtum, kanë Jusufin alayhi salatu wassalam, sepse ai me të vërtet ishte prej robëve të sinqert. Allahu akbar. Jusufi është kënë i sinqert se s'ka dash me bëha ma realitet, ma të gruën e gazdës së vetë. Nuk e ka dash zinon. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala ja ke ka largu prej kësaj vepres të shumëtum, prej kësaj vepre të keqe. Kështu Allah subhanahu wa ta'ala, nëse je i sinqert, të largon prej të këqijave dhe i nështrosh Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Ta llogaritish vetën tënde. Çdo herë ta vesh në llogari vetën tënde. A ke fal namazin me sabahit, a ke fal të drekës, a ke lexu Kur'an, a ke shiku haram, a ke dëgju haram, çish është halli jat, a i ke çu fëmijët me fal namazin, a ke çu të gruan tënde me fal namazin, apo gruaja ka çu burrin e vet me fal namazin. Ta llogaritish vetën tënde, sa ke fitu sot, ashtu si e ke llogarit kur ta mshelish dyqanin bazdarka apo në akşam. Sa të kam bet prometi, sa e ke prometin dhe sa fitimin. Llogarite vetën tënde, kur ta llogaritish vetën tënde, është shkak se të pendosh te Allahu subhanahu wa ta'ala. 3. Këshilloje vetën tënde, epi nasihat vetës tënde. Thuaj vetës tënde, ja nafsi, o shpirti jam, pendohu te Allahu para se me të ardhë vdekja. O shpirti jam, a din se të vjen vdekja pa prit. O shpirti jam, kujtoje filonin dhe halonin dhe filonën dhe halonën, qish vdish dhe sot son mesin ton. A nuk e din, o shpirti jam, se vdekja është caktim dhe premtimi jo që të pret. A nuk e din, o shpirti jam, se vorri është shpia jote. A nuk e din, or nafs, se dysheki jot dë tjetë dhe u jot. Ah, or nafs, sa shpejt haron, a nuk e di se i dashur jot, miku jot, shoku jot, shoqja jote dë tjetë krimi jot në dhe. A i ke bo o nafs këtë mand, a i ndalë dhe ke kujtu o nafs, ama të khafin, a nuk tu të sho nafs, a nuk tu të sho shpirt, që ti e hidhron Allahun subhanahu wa ta'ala, a nuk tutës se të vjen melekul maut, ta merr shpirtin në mëkat? A nuk tutësh o nafs, që të vjen melekul maut, ta merr shpirtin o i motër pa hijab? A nuk tutësh vlla të vdetsh pa namaz? Kur të vjen melekul maut, ndoshta ti don t'i bish pishman, por nuk të ep afat. Ndoshta çat moment fillon të qajsh, por nuk të vlen, nuk të sjell dobi qajt me dhe mbërzia. O nafs, o shpirt, ahireti po vjen ka ti ja ke kthi shpinan. O nafs, dunjoja është të hik prej teje, ti vrapon bas asaj. O nafs, pse ti nuk mbushesh me mend? O nafs, pse nuk pendosh te Allahu?
Pse nuk kthehesh te Allahu? O nafs, pse ti se don hijabin? Çka të pengon ajo? A harrove se gratë e sahabeve motra ime, Fatimja të cilën e ke emnin Fatime, apo Aisha të cilën e ka emnin Aisha, apo Hafsa dhe Safia dhe Sumeja, ato nuk jo kanë si kur ti ja Sumeja. Nuk u kanë Aisha me farmerka leviska, jo, vallahi. Vallahi, jo. As Fatimja nuk ka vesh minivi, as hollon ka të ngushta e motra ime. Nuk të kemi për me të nënshmu, vallahi dertin dhe halin të kajmë. Se kemi qef që t'jesh edhe ti me Aishën radiallahu në xhennet, të jesh me Fatimën në xhennet, të jesh me gratë sahabeve, të jesh me gratë më të mira që i kanë shkel në sipërfaqen e tokës, a nuk don të jesh? Motra ime, vallahi, kur ka zbrit ajetet e hijabit, të mbulesës, kur kanë zbrit, gratë sahabeve janë konë xhami, janë konë në të vend, nuk kanë pas vakt me dalë në pazar me blej hijab, me imlu fëtyrat e veta, me imlu kokën e saj. E kanë shkosh fundin e jetekit, apo të fundit, dhe e kanë mlu fytyrat dhe e kanë mlu kokat e tyre. Neve nëse na duhet një hijab, tash mi njerë thojmë duhet me dalë një muj, me u kujtu qëfar boje. Të në një muj, qëfar modeli, turk apo francez? Se ka hijab turk dhe ka hijab francez. Apo hijab islam. Hijab francez dhe turk i kije me minisuk në njën bajgju, me qajz me njën gju. Edhe një shami dhe thot e mlume. Nuk e donë Allahu këtë mbuljes. Nuk është i knaqët Allahu me këtë mbuljes. Hijabi islam është që të jetë pet kijot i gjonë dhe i gatë dhe mos tjetë i te i dukshëm. Këtë e donë Allahu. Këtë e donë pejgamberi. Nëse je kështu, dhe t'jesh me Aishën dhe Fatimen radiallahu anhunne në xhenetin e Allahut. Motrët të ndeshme, vallahi, kthehuni te Allahu, pendohuni te Allahu, jeni muslimane, e dojni Allahun, e dojni pejgamberin Allahut, e dojni dinin e Allahut, përse mos mi unushtru këtë urrave të Allahut? Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apo i besoni dysa pjesë të librit dhe i mohojni pjesën tjetër? Kjo është farzi Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej veprave është Allah të ndershëm që të ban të pendosh të Allahu subhanahu wa ta'ala, të largohesh prej vendeve të mëkateve dhe të gjunaheve. Të largohesh prej vendeve të gjunaheve dhe mëkateve. Nëse don tobe, largo prej shoqërisë që ke pas herët. Për shkak se ato prapë të shtin në gjuna. E dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri që i ka vrarë 99. Ka vrarë 98, apo? Ka vrarë tong. Ka idhnu, ka vrarë, dikur do të bëhet tobe. Shkon te njëri shpejt për imshaj. Shkon te njëri thot, a ka tobe? Thot, çka ke bëti? Thot, unë kam vrarë 99. Ty ecë se për ta Allah sta falën. Si pas fak bam, hajt për të mirë. Pastaj shkon se ki ka xhahil. E ka dhuru Allah mos ka dit. Shkon te njëri thot, a ka tobe? Ama në cef e mbahazër. Thot, pse kush ti ka ndalë deri te tobës? Thot, vetëm ti zban trish në atë qytet, në atë fshat. Se ti prap ka me të nervozu, dikush ke me vrot në kanë. Largo prej atij vendit, larg. Kur largohesh prej rrethit të keq, atër forcohesh. Dhe për një me u ka largue dhe ka ardhur melekul maut ja ka marrë shpirtin. Krisore kohën ta shfrytëzojmë. Thot, largo prej vendit të keq. Një person më thot, më kanë bo si hire me lut komar. Çfarë si hire, çfarë bakraqit kanë bo si hire ato rrunzat, ato sheshbeshat. S'kan bo si hirbast. Sheshbeshit ka boti si hire. Thot, qysh largohana, thash kollaj, mos ka përceka sheshbeshat, mos ka përceka kladenicat, mos ka përceka sportskat, t'ka përcen se hiri. Po qysh, thash droj numrin të aman ja, biznisi njerëzit më kërkojnë. Ti s'don të bëjsh tobe, ti alan komar, po ti shta i ke hu parët, mendon se t'kan bohe si hire. Do të ki s'don pendohet, nëse do të pendosh, ndroj numrin të telefonit, kafiqet, kafet, qajtorët që kenet, mos shko me ato, ndrojë shoqërinë tënde, vallahi do ta shoh se sa i miri ke më ba. Pens, largohu prej shoqërisë të keqe, se tabihati e zgjedh njërin tjetrin. Ja vjedh zanatin, ja vjedh, duke nejt bosh si ti. A ke parë do të djem butun, mora ka koni butu ka bëj prapt.
More filoni su ka shoh, që shot, se pret gjoja, të shohat. More na çuditni, pse? Se dostin e ka ashtu. Njoni më tha para disa kohë, më tha ki është i mirë hoq shumë, mashallah. Vetëm ki shok ti ka zinaqar. Ki tha zban zina, a mën shok ti ka pak të fshirë bëjnë zina. Inshallah. Fshtirë, nuk ka mundësi të rish me shok të fshi, mos mu bo si ato vëllez të ndershëm. Pasi pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu, ka thënë mendje madhësia është te njerëzit që rajnë me kol, me kuaj. Vrasësia dhe ashpërsia është ato që rinë me deve, mi po bedevit e disa të prapt janë. Se devja tane i kren, ki e kren të knejna. Kur të shërën e dorën, kur të ebë të kren të knejna. Se i qështu ka po me ta. A i kali gjiksin e këni po, na i kali ta këtë kokën të pështë. Këtë kokën të naltë, ha? Edhe a i që ka ri shumë me ta, edhe a i qdo herë kokën. Pse se tabihati mirët panejnë, vëllahi. Dhe a këni po na i qoban kokën të naltë. Edhe mi uhin shkop dhenve. Kur? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, butësia është ato që rinë me dhenë. Se delja është vetë e butë, edhe çobanin e ban të butë. Para mendo me nejnë me njëri të keq, a mendon se nuk të ndikohesh, largohu prej shoqërisë të keqe sa ato janë që të humbin. Dhe e gjashta, kujtoj pasojat dhe me këtë do ta mbarojmë, kujtoj pasojën se çfarë përfundimi kanë gjunohat dhe mëkatet. Lezër të ndershëm, me qatë vepër që i shkon, qashtu keme mbaru. Allah ka me ta marrë shpirtin, ka me të korit. Nëse je zinaqar, jeta me zinaqar lëk keme vdek. Nëse je hajdut, me hajdut lëk keme vdek. Nëse je shpion, me shpion lëk keme vdek. Qka t'jesh, me qatë keme mbarue. Atë keme marrë shpërblimin, lezër të ndershëm, dëgjojna këtë ngjarje të çuditshme. Pastaj krahasoni gjithë veprat. O shkon një hajdut. Ka marrë vesh që njoni ka pare në shtëpi. E ka kuptu që ka pare. Edhe e ka ditë që ka para, apo i ka shit diçka, e ka ditë që ki ka sa glom, sonde 10.000 euro se e ka shitarën. Ha? Filonin dukot, miri ka pare sonde të shpia. A dhe ki shkone të rëkit, a be thot kam betë udhës, s'kam ku me flet, për i zotë Allahit math, a dëmbu shkonak. Thot, për s'kam mërë vend, unë një otë kom, bonja qarë në vla musliman, a disa keqo me mbet në udhë, a kënë në jarë në udhë. Valla shqit kash. Ki thot, o një behin. Ku është në dhomën e vetë ku flenë me gru me fmi? E shtin qatë dhomë, se i dhimët për musliman, këshirë mëre? Edhe ndone një perë dhe një santë, edhe hajduti, gjithë natën s'flenë, i shetë që qesën me pare e ka shtin dërjastëk, që shmja qitë mëre pikrin dërjastëk, parat, kujton tër natën s'ka, eja i vjen shejtoni, ha? Thotë, diçka të bësh, merja fmin e vogël, se kam pas fmin lirek, qiqa në barë. Kur do piskase fëmija të kaje në barë piftoftit, burë e grue kanë me dalë jashtë i qëtëre merkesën. Edhe kja qëtë natën fëmijën në barë, ja le në barë anaj fëmija piftoftit, ja nisë me piskat, burë kuku kushne që ti fëmijën jashtë, o të trishtohën, e vladi, dalen jashtë, ta morën fëmijën. Do ta mund të dalë jashtë ki kap kesën, edhe ndërjastë të këni vetë ashtë i e. Qatë moment donë Allahu, dhe jep urdhën murnave të ndërtesit dhe kulmit të dhamës bjen bito dhe e mitën. Kur hinë brenda në dhamë, ja gjojnë kesën e parëve në dorë hajdutit. Atëre kupton që ki ka kon hajdut, nuk ka kon njeri rrugës. Dhe shdo mëkat është kështu. Mbarimi mëkatit, kështu mbaron. Për këtë të pendohna të Allahun subhanahu wa ta'ala, se tobja Allah së të ndërshëm i ka dherë të qelë, ti thojna bëll dëshirave tona, ti thojna bëll nefsit ton, ti thojna bëll në gjunaheve, ti thojna bëll dunjojnës, ktheu të Allahun subhanahu wa ta'ala i pendum, ktheu të Allahun subhanahu wa ta'ala i pastrum, ktheu të Allahun subhanahu wa ta'ala i pastër, ktheu të Allahun me tobe të sinqert, se ai është që pranon toben, mos ke dërt sa gjunahe ke bon, mos ke dërt sa e ke idhru Allahun, se Allahu i ka thirr ato të cilët i kanë bo shirkë, Allahut me bo tobe, Allahu i ka thirr ato që kanë thonë, Zoti ka gjallë, e ka thirr edhe ato me bo tobe, Allahu i ka thirr edhe ato
të cilët na ka urdhëruar me i luftue në kohën e luftës çufart, ka thënë edhe ato për ato ka tobe. Nëse besojnë Allahun, e falin namazin, lëshoni si janë vëllezërit e juve. Allahu subhanahu wa taala edhe munafikave ju ka thënë nëse pendoni te Allahu, Allahu ja fal, mos ke dërt për gjunat e vogla, për mëkatet e mëdha, se Allahu subhanahu wa taala është që ti fal, Allahu është që fal, vetëm Allahu thot, a ka kush që kërkon tobe t'ja pranoj? A ka kush që sonde kërkon falje që t'ja fali? A ka kush sot që kërkon ka nevoj unë t'ja japi? Të pendonat Allah subhanahu wa taala sinqerisht. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah tobe tona të na i pranon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah vëllezërive tonë kudo që janë në rrugën tokë Allah që ndihmon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah vëllezërit tonë kudo që janë që ndihmon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah këmbët t'ia forcon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah zamrat t'ia forcon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allahu zamrat e tyre dhe fjalën në një fjalë t'i bashkon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allahu armisht e dinit Allah t'i nënshmon. Lusëm Allah subhanahu wa taala që Allah ta mbron këtë din dhe të muslimanëve që ndihmon. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allah t'i ruan vëllezërit tonë në veçantë në Siri dhe në vende të tjera ku përmendet fjala e Allahut. Allahu inshallah me fitore sa më shpejt i gëzon. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allah bela në Siri, Allah sa më shpejt t'ia ngran. Lusëm Allahun subhanahu wa taala beshariatin bashkë me ushtrinë e tij Allahu ta korrit. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që aeroplanat në qiell që i ka Allahu qarzon, anijet në det inshallah t'ia fundos, tenkat në tokë që janë inshallah Allahu t'i shafon. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që armatimi i tyre dëm muslimanëve mos që bën. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allah vëllezërit ton aqe që kanë ndrujet, Allah inshallah shahida i pranon. Ato të cilët janë me vara dhe me derë të Allahu t'i shëron, ato të cilët janë për burgje janë Allahu t'i liron, ato të cilët i kanë për cilat të tyre në ahiret Allah sabër t'ju çon, atyre grave të cilët kanë bet pa burrat të tyre mos u mbërzitni dhe mos qani se Allahu ju ka ndërruar dhe ju ka gëzu në xhennet bashkë kam ju bashku, atyre nanave të cilët djemtë e tyre që i kanë përcjell ma t'i gëzohu se Allahu të ka ndërruar se do t'ju merr në xhennetin e Allahut se shahidi 70 prej familjes ka drejt t'i zgjedhë ka të dënë në xhenetin e Allahut. Vëllezër të ndershëm, dini Allahut ngritet, edhe pse ne ishe në vëllezërit tonë në Siri duke vra, në Afgan, e Irak, e Somal, e Kashmir, e Kin, e në çdo vend, wallahi kjo është dhimbje për na, po ki din kështu ngritet se gjaku i tire është ujë që vadit këtë islam, që ngrit këtë pemë. Lusëm Allahun që muaj Ramazanit të jetë muaj i fitores dhe i tobës. Walhamdulillahi rabbil alamin.